Atëherë, zgjedhjet në Shqipëri sa po përfunduan dhe çudia më e madhe ndodhi, janë gjithë të kënaqur, edhe pse janë të humbur. Edi Rama vërtetoi edhe një herë që është një fabrikë votash. Kishte organizuar çdo gjë në detaj, vetëm se nuk ishte llogaritur bojën e printerit, në disa vota kishte dalë boja më e errët. Sali Berisha mori përsëri partinë e vet. Tani me gjithçka, kandidat vull, tani ka dhe tapin morale mbi partinë. Më në fund Sali u kthye aty ku deshte në 2005. Dhe Sali u mbeti i kënaqur, i freskët si asnjëherë më përpara. Ndërkohë partitë e vogla morën gati 190.000 vota dhe nga një deputet, ndoshta Agron Shehaj 2. Domethënë ky sistem pak a shumë tregon që është shumë për asgjë. Nuk e kuptoj pse partitë e vogla nuk bashkëpunojnë me njëra tjetrën, por zakonisht e njohin njëra tjetrën ndoshta, më mirë se e njohim ne. Por kjo ishte demokracia shqiptare. Dhe nëse të gjithë aktorët politikë janë të kënaqur, populli është i kënaqur, më mendja. Tani le të mbyllim printerat, të shijojmë edhe 4 vjeçar të Edi Ramës dhe të rindezim kur të jenë zgjedhjet e ardhshme.